Selamu alaikum, qëfar pun duhet të bën një femër që t'jetë halal? Jam nanë e 2 fëmijëve. Aleikum selam rahmetullah. Ty nanë e 2 fëmijëve, Allahu t'i rujt fëmijët, puna ma halal që mund është me bati, masi ta kënaqë Allahun xhaleshanu me ibadete, ta respektan t'i kryen obligimet e burrit, puna ma mirë është që ta 2 fëmijë, me i këqyr, me i rrit që duhet. Pastaj puna tjetër është mi bë dhe ja 2 tjerë, edhe më përkujdesa për këta. Kjo është puna ma mirë, kretë palavrën së punë tjera, kretë palavrën. Edhe nëse punon si kryetare e komunës dhe presidente e shtetit, nëse nuk je përparësi lindjes fëmijëve, edukimit fëmijëve tu, edhe i lënë për duhet tjera, kur gjë s'ke ba. Kur gjë s'ke ba. Puna ma mirë. Andaj, nëse këto anë kuptove, kalëm të opcionit tjetër. Çdo punë në të cilën nuk ka haram, ka që dinit Allahut. Pastaj nuk ka vrejtje në moral, në çështjet e moralit. Pra, sipas rregullave të Zotit është punë halal, sipas moralit, rregullave që Allah i ka vendosur te morali është punë halal. Atëherë mundesh me shikuar në punë, masi ti kesh parasysh që të këshillën e parë që ta dhash. Keni kujdes, jo në emën të 400-500 eurshit, pa marrë parasysh çfarë punë halal është, me elon edukimin e fëmijëve, lindjen e fëmijëve, shtëpia gëzohet, shtëpia këndon, po tham kështu, kur gjendet aty një femën, një grua, një bashorte, një familjes ose një bashorte i cili punon, është i gëzuar atje në punë se e di që të shtëpia ka kush me bë ushqimin, edhe ka kush me arrit fëmijët, e ka kush me eduku fëmijët, e me bë pastrim etj. Kur mos mendoni se ndonjë punë është më e mirë se sa gruaja me eduku fëmijët e vet, me i net çysh duhet bashortit vet, me kry obligimet ka që Allahu xhaleshanu. Prandaj trendin në të cilin jemi të hyna, i ki 2 fëmijë, bani edhe 2 motor, bani edhe 2 tjerë, 6 bani 8. Lëni ato se unë kam punën tëmë, unë kam rrogën tëmë. Edhe 1 milion euro me pas rrogën nuk vlen sa që ta 2 fëmijë tu, ose edhe 2 tjerë që ke me i ba. A je në gjendje ti që ta 2 fëmijë me i shit, për kur gjatë këtë botën me të adhën ti nuk i shet. A pësha se ti je ma mirë se sa një grua cila nuk më bën fëmijë, me preteksin se s'po du me bën fëmijë se jam e nëzant me karierën edhe punën tëmë. Kjo është mentaliteti gabum. Për afat gjatë, popullët kombit ton i bandan kjo lloj mentaliteti. E pastaj shko edhe merre qanin edhe përqafe edhe thuj, hajde te nana. Keni kujdes oj motra, keni kujdes, Allahu çka kalon rregullore që është më mirë për juve se sa çdo rregullore tjetër.